Përshëndetje miq, është dhënë një njoftim i rëndësishëm për të gjitha dhuruesit e serialeve turke, duke filluar nesër në orën 18:20 në televizionin TV Klan. Seriali Qyteti i Largët do të zvendësohet nga seriali i ri turk Rania e Mbretit. Ky serial është një dramë psikologjike që tregon historinë e një burri të pasur, të fuqishëm dhe shumë karizmatik, i cili beson se nuk mund të mposhtet nga askush. Por me kalimin e kohës, vendimet e tij dhe marrëdhëniet që krijon bën që jeta e tij të ndryshojë rrënjësisht dhe ai të përballet me humbje të mëdha. Në rolin kryesor interpreton aktori i njohur Halit Ergenç, ndërsa në kast bëjnë pjesë edhe Merve Dizdar dhe Aslihan Gürbez. Nëse keni ndjekur me kënaqësi Qytetin e Largët, mos harroni që nesër në orën 18:20 në TV Klan do të nisë Rania e Mbretit, një serial i ri që premton emocione të forta dhe shumë surpriza. Tema e këtij seriali është një dramë psikologjike e mbushur me intriga, tradhti, dashuri dhe luftë për pushtet. Në qendër të historisë është Kenani, një burr i pasur, i suksesshëm dhe shumë i sigurt në vetvete, i cili është mësuar të fitojë gjithmonë dhe të ketë çdo gjë nën kontroll. Megjithatë, jeta e tij fillon të ndryshojë kur përballet me ngjarje që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Historia tregon se edhe njeriu që duket më i fortë mund të përjetojë humbje të mëdha. Me kalimin e episodeve, shikuesi do të njihen me sekretet e së kaluarës së personazheve, marrëdhëniet e ndërlikuara dhe ngjarjet që do të ndryshojnë rrjedhën e jetës së tyre. Në vazhdim të këtij materiali, do t'u tregojmë me detaje se si nis episodi i parë, cilët personazhe shfaqen që në fillim, çfarë ndodh me skenat e para dhe si fillon historia që ka tërhequr vëmendjen e miliona shikuesve. Prandaj qëndroni me ne deri në fund të videos, sepse do të zbulojmë hap pas hapi fillimin e serialit Rania e Mbretit dhe ngjarjet e para që i japin jetë kësaj drame të shumëpritur. Historia e serialit Rania e Mbretit nis me Kenan Baranin, një burr të pasur, të suksesshëm dhe jashtëzakonisht karizmatik. Ai është njeriu që të gjithë e admirojnë dhe që pothuajse çdo grua do donte ta kishte pranë. Kenani është mësuar të marrë gjithmonë atë që dëshiron. Parat, fama, pushteti dhe ndikimi e kanë bërë të besojë se është i pathyeshëm. Nga jashtë, ai duket se ka një martesë të lumtur me bashkëshorten e tij, Handan, por pas kësaj fasade të përsosur, fshihet një sekret i madh. Kenani mban një lidhje të fshehtë, ndërsa udhëtimet e tij të shpeshta për punë fillojnë të zgjojnë dyshimet e Handani. Kur një ditë ajo gjen një byzylyk në xhepin e xhaketës së Kenanit, bindet se diçka nuk shkon. Me ndihmën e shoqes së saj të ngushtë, Ozlem, Handan vendos të zbulojë të vërtetën, pa ditur se çfarë do ta presë. Në të njëjtën kohë, historia na prezanton edhe me Fadin, një vajzë e re që jeton në një familje të varfër dhe përballet çdo ditë me vështirësi ekonomike. Fal një shoqeje nga universiteti, ajo arrin të punësohet në shtëpinë e Kenan Baranit. Për Fadin, hyrja në këtë vilë luksoze është si të hyjë në një botë krejtësisht tjetër. Që në takimin e parë, ajo mbetet e mahnitur nga personaliteti dhe karizma e Kenanit. Në sytë e saj, ai duket një burr i përsosur, një mbret që i ka të gjitha. Por ajo nuk e di se pas buzëqeshjes, pasurisë dhe suksesit të tij, fshihen sekrete, tradhti dhe ngjarje që shumë shpejt do t'ua ndryshojnë jetën të gjithëve. Në episodin e dytë, ngjarjet bëhen edhe më të tensionuara. Gratë që bien në dashuri me Kenanin e dinë se po të hyjnë në një lojë ku mund të humbasin, por prapse prap nuk arrin t'i rezistojnë hiershis dhe karizmës së tij. Pranë tij ato ndihen më të rëndësishme dhe më të vlerësuara se kurrë. Pasi zbulon se Kenani e tradhton, Handani zgjedh të mos e përballë menjëherë. Ajo vendos të eshtë, sepse frika më e madhe e saj është mos të humbas burrin që ende e dashuron. Gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë, mbështetjen më të madhe e gjen te shoqja e saj më e ngushtë, Ozlem. Megjithatë, edhe Ozlem kalon momente të vështira. Ka një anë, ajo zemërohet me sjelljen e Kenanit, ndërsa nga ana tjetër ndjen faj, sepse kupton se zbulimi i tradhtisë ka shkaktuar Handanit një dhimbje të madhe. Ndërkohë, Kenan përpiqet dhe një herë të marrë nën kontroll situatën. Me dhurata, vëmendje dhe gjeste romantike, ai arrin të qetësojë Handanin dhe ta bëjë të besojë se martesa e tyre ende mund të shpëtohet. Por kjo sjellje e tij e bën Ozlemin gjithnjë më xheloze dhe marrëdhëniet mes tyre ndërlikohen edhe më shumë. Nga ana tjetër, Fadi vazhdon të përballet me probleme të shumta. Konfliktet në familjen e saj dhe vështirësitë financiare shtohen dita ditës. Në të njëjtën kohë, edhe puna në shtëpinë e Kenanit e vendos përballë sfidave të reja, duke e futur në një botë ku asgjë nuk është ashtu siç duket.
Në episodin e tretë, tensioni arrin kulmin, askush nuk mund ta braktisë mbretin. Për Kenanin, një marrëdhënie nuk përfundon derisa ai të vendos vetë. Ai është mësuar të ketë gjithmonë fjalën e fundit dhe nuk pranon që dikush të largohet sipas dëshirës së tij. Pasi Handan zbulon lidhjen e fshehtë mes Kenanit dhe Ozlemit, situata bëhet edhe më e ndërlikuar. Ozlem përpiqet të bindë Kenanin se do të jetë gjithmonë pranë tij dhe se tani mund të jetojnë lirisht dashurinë e tyre. Me çdo veprim, ajo mundohet ta lidh edhe më fort pas vetes, por Kenan vazhdon të sillet si gjithmonë. Ai pret që të gjitha trajtojnë si një mbret. Edhe pse miqtë e këshillojnë të kërkojë falje dhe të pajtohet me Handanin, ai nuk e pranon se ka gabuar. Me qetësi dhe vetbesim, Kenan vazhdon të sillet sikur gjithçka është në kontroll. Ndërkohë, Fadi përballet me sfida të reja. Për të ndihmuar motrën e saj të aratiset nga situata e vështirë ku ndodhet, ajo vendos të punojë më shumë orë për të fituar më tepër para. Me përkushtimin dhe sjelljen e saj të mirë, Fadi fiton çdo ditë respektin dhe vlerësimin e njerëzve përreth. Megjithatë, ndërsa mendon se po i afrohet një jetë më të mirë, Fadi rrezikon të zgjohet nga ëndra e saj dhe të përballet me një makt që mund t'ia ndryshojë jetën përgjithmonë. Në episodin e katërt, marrëdhënia mes Kenanit dhe Handanit arrin në pikën e saj më kritike. Pas veprimeve të Kenanit, të cilat e poshtërojnë rend Handanin, të dy përfundojnë në sallën e gjyqit për t'i dhënë fund martesës së tyre. Edhe pse dikur i dhan po njëri tjetrit për të nisur një jetë së bashku, këtë herë ajo fjalë shënon fundin e dashurisë dhe ndarjen e tyre përfundimtare. Ndërkohë, Ozlemi jeton momentet më të lumtura, duke ëndrruar për një të ardhme me Kenanin. Ajo beson se tani asgjë nuk i pengon të jenë së bashku, por shumë shpejt fillon të kuptojë se hija e Handanit vazhdon të jetë e pranishme në jetën e Kenanit. Kjo e mbush me pasiguri dhe xhelozi, duke krijuar tensione të reja në marrëdhënien e tyre. Nga ana tjetër, Handan vendos të mos kërkojë me ndihmën e Kenanit. Ajo zgjedh të ndërtojë jetën e saj me forcat e veta dhe të ecë përpara si një grua e pavarur. Ky ndryshim e shqetëson jo vetëm Ozlemin, por edhe vetë Kenanin, i cili nuk është mësuar ta shohë Handanin të fortë dhe të vendosur përpara tij. Edhe Fadi vazhdon të përballet me sprova të vështira familjare. Pavarësisht përpjekjeve të saj për të shpëtuar motrën, Gullun, ajo nuk arrin të ndalojë martesën e saj. Pas këtij zhgënjimi, Fadit i mbetet vetëm shpresa se një ditë jeta e saj mund të ndryshojë, ndërsa vazhdon të besojë te ëndrat dhe prallat që e ndihmojnë të mos humbas shpresën. Këto ishin ngjarjet dhe analiza e 4 episodeve të para të serialit Rënia e Mbretit. Historia sapo ka nisur dhe priten edhe më shumë surpriza, intriga dhe përballje mes personazheve. Nëse ju pëlqeu ky material, mos harroni të na bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet, sepse do të sjellim vazhdimisht përmbledhjet dhe analizat e episodeve të reja. Faleminderit që na ndoqët.